Lumi i Shalës, i njohur ndryshe si Tajlanda e Shqipërisë, vijon të jetë një nga destinacionet më të kërkuara turistike në vend. Edhe këtë sezon veror mira vizitor vendas dhe të huaj kanë zgjedhur të zbulojnë nga afër bukuritë natyrore të kësaj mrekullie të Alpeve shqiptare. Rrugtimi u nis në liçenin e Komanit për të vjuar me varg drejt Lumit të Shalës, në shoqërinë e guidës turistike Titja Mataj, i cili prej vitesh mirëpret vizitor nga e gjithë bota në këtë destinacion. Edhe 5 minuta më rrinë në destinacionin që na nis për në Lumin e Shalës. Vetëm 2 orë kena bën nga fshati Ragam, prap me përfshi në udhtim 2 liçenjet, liçenin e Vavdesit dhe liçenin e Komanit. Ju mirëpresim. Me syrave të kristalta dhe peizazheve mahnitse, turistët ndajnë emocionet dhe përshtypjet e tyre për një eksperiencë që e cilësojnë unike. Hi, my name's Lexi. Përshëndetje, emri im është Lexi dhe jam nga New York. Është hera ime e parë në Shqipëri dhe është shumë bukur. Kam bërritur para 2 ditësh. Fillimisht u ndalëm në Ëndërmi dhe më pas udhëtuam për të ardhur në këtë vend, i cili është shumë i bukur. Sot jemi nisur që në orën 4 të mëngjesit dhe kemi bërritur rreth orës 9. Tani jemi në varg dhe është një eksperiencë fantastike. Jam shumë e lumtur që ja dola të vi këtu për të kaluar ditën dhe natën. At 9 a.m. and now I am Adri. I'm from Përshëndetje, jam Adri nga San Diego, Kalifornia. Kam ardhur para 2 ditësh nga Gjermania. Shqipëria më ka pëlqyer shumë. Udhtimi ju nisi në orën 4 të mëngjesit për të mbërritur këtu dhe padyshim që ja vlen plotësisht. Jam shumë e lumtur që po lundrojmë në lum dhe po shijoj stilin e jetës ballkanike. to make the 9 a.m. berry.